Do të zhvendosemi tani në Prishtinë me informacionet tona, atje ku kuvendi dështoi për herë të 25 për zgjedhur drejtuesit e tij të rinj. Do të kemi një komunikim në vijim të drejtë për drejtë me gazetaren Blerta Dalloshi Berisha që do të na sjellë detajet më të fundit. Blerta, cilat kanë qenë reagimet e sotme dhe a ka ndonjë përpjekje për zhbllokimin e situatës? Siç duket nuk ka ndoshta përpjekje për zhbllokim të situatës, me që palët vazhdojnë të qëndrojnë, të kenë qëndrimet e tyre dhe nuk zmbrapsen nga qëndrimet e tyre, derisa me gjasë fati është në duart e gjykatës kushtetuese, po pritet interpretimi i gjykatës kushtetuese nëse do të vazhdohet në mënyrë të fshehtë apo në mënyrë të hapur, që të ketë votim në mënyrë që të ketë ndoshta edhe lëvizje nga partitë për të zhbllokuar situatën e krijuar në kuvend, ku edhe sot për herë të 25 dështoi konstituimi i kuvendit të Kosovës. Mirë, Blerta, të falenderoj për të gjitha këto detaje.